Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Kjo këngë në fakt është përcjell në 10 versione. Ky ishte një nga më originalet, ai sa ngjante si një prodhim i ri, ishte pikërisht nga Tom Waits dhe kitaristi amerikan Mark Ribot. Por nuk kemi mundësi të shkrihemi më shumë se kaq, sepse do të rikthehemi lajmeve, sikurse e citova pak më parë, këto ngjarjet e fundit që kanë pasur në qendër të vëmendjes autoritetin kombëtar të ushqimit, kanë vendosur, qeveria pra, ka vendosur që si mas, për të eliminuar problemin, të shkri direkt AKU-n. Tani, në mos përgjë tjetër, mendoj që shkrirja e AKU-s mund të përdoret fare mirë si një temë bisede për të shkrirë AKU-lin me kolegen që të pëlqen tek puna apo kolegun, varet. Dhe për te batutës, mua më pëlqen shumë gjithmonë metoda adamudiane që shteti ynë ka për të dhënë zgjidhje dhe drejtim problemeve serioze në vendin tonë. Kujt i duhet në fundit ky autoritet për mbrojtjen e konsumatorit? Nuk e kuptoj. Ky që do të them tani, Kedos është një lajm vërtet, nuk di si do ta them, hilarious. Një autobus që udhtonte diku në rrugët e kombit është prishur dhe është prishur në mes rrugës dhe policët e shkret janë bërë bashkë dhe kanë filluar ta shtyjnë. Pra, nuk po flasim për operacione antidrog, nuk po flasim për kontroll me radar, po flasim për një grup policësh që janë mbledhur, kanë bashkuar forcat dhe i kanë dhënë një dorë, një shtys autobusit me duart e tyre, me uniformë, me të gjitha gradat që kishin. Pramjet ishin vërtet frymëzuese. Kjo është dita kur forcat e rendit u bën forcat e shtytjes, po të paktën ishte për tu duar trokitur, sepse më në fund policia vuri në lëvizje diçka. Faleminderit nga policia. Shkojmë tani në Shijak. Merrte shumë keq për banorët e Shijakut, të një fshati aty, të cilët kishin vendosur që me lekët e tyre të shtronin rrugicën që i çonte ata në shtëpi. Ju mbase mund duar trokisni tani, por nuk është rasti, sepse policia, jo ata që po shtynin autobusin, një tjetër grup, ka vendosur t'i shoqëroj dhe t'i arrestoj, dhe t'i shoqërojnë polici. Tani, ky është një lajm që megjithse i ri, i ditëve të fundit, tingëllon pak si déjà vu. Banorët e Shijakut mund të kenë qenë të lodhur nga pritja që shteti t'u shtroj vet rrugën dhe kanë vendosur që ta shtrojnë me lekët e tyre. Problemi është që në këtë vend, edhe nëse shteti nuk ndërhyn, ti nuk mund të ndërhysh vet. Është më mirë të jesh një qytetar i përgjegjshëm në pritje të zbatimit të burokracisë sesa një ndërtues i paligjshëm. Është e thjeshtë, ti nuk duhet të ndërhysh në pronën publike pa leje, as në emër të komunitetit, as në emër të arsyes, as në emër të amortizatorëve të makinës tënde, sepse në fundit, ore kush je ti që vendos të bësh shtetin pa shtetin? Nuk e kuptoj. Do të shkojmë në Kamëz, aty ku ndodhet edhe Universiteti Bujqësor i Kamzës. Myku dhe lagështia kanë pushtuar këtë universitet sipas disa zërave dashakeqës të atyre që ende frekuentojnë universitetin. Më duket krejt dashakeqës si lajm sepse nuk besoj kurse si tjeti vërtet. Është thjesht një eksperiment për një studim shkencor që po bën ky universitet mbi llojin e mykut dhe kërpudhave që po zhvillohen në ambientet e mbyllura të universitetit, aty ku nuk ka as student dhe ku çfarë ka mbetur është vetëm stafi i korruptuar, kaq. Një tjetër lajm skandaloze thuhet, faqja zyrtare e Kuvendit të Shqipërisë bën thirrje të votohet Partia Socialiste. Unë të ky lajm nuk shoh asgjë skandaloze. Ajo që më duket skandaloze është ti bësh follow Kuvendit të Shqipërisë në Facebook. Nuk e di
kujt mund t'i duhet. Au, çmend, mbase çmendesh. Mirë, kjo mund të jetë një lajm i trisht. Zhduket një punonjëse filipinase në Korçë. Zoti më falt, po shkërkonte një çupkë pe Filipine këtu në fund të dynjas. Pekin, Tirana, ase ja kokoni hanja. Ky që tash ishte deklarata, prononcimi i një kalimtari të rrugës në qytetin e Korçës. Dhe kjo ishte shumë interesante, por një lajm që më pëlqeu shumë. Berisha, Rama u sëmur nga salmonela dhe gënjeu mjekët se e kishte nga breshkat që mban në shtëpi. E veçova unë këtë lajmin, këdo sepse nuk e di ty, po mua më tingëlloi shumë si ndonjë frazë e programit ton, ndonjë nga ato frazat e 10 së famshme të Florencit. Edhe në këtë vend në fakt është një detyrë shumë e vështirë që të dallosh prononcimet reale ose ato serioze nga humori dhe sarkazma që politikanët kanë me ne. Mirë, unë them që ta bëjmë edhe një pauzë tjetër, nuk e di nëse është e udhës të shkojmë me një këngë apo me një blok publicitar, a kemi këtë 50 hijet e së zezës nga Kovaçët?